Atëherë, ajo që ndodhi ishte një bashkim i një grupi deputetësh me krye Gazbardhin me Sali Berishën. Sipas një parimi që në gjykimin tim këta ja kanë marrë, e kanë vjedhur le të themi nga komuniteti LGTB, që është të bashkuar në, domethënë, në diversitet. Në diversitet. Të bashkuar në diversitet. Është një parim i komunitetit LGTB. Atëherë për të ardhur tek reforma zgjedhore. Edi Rama po bashkëpunon me Sali Berishën, domethënë, dhe duket se për çfarë po bashkëpunon. Ja zoti Spao thotë që duhet diskutohen koalicionet, shitblerja, krimi, emigrantët. Ndërkohë që Partia Socialiste, avantazhin më të madh e ka marrë tek ndarja e qarqeve. Domethënë, në rast se opozita do të marrë Shqipërinë një zonë zgjedhore, Partia Socialiste i humbet ato 6 deputetë që mori, domethënë, si mbetje votash në përqarqe të ndryshme. Nga zoti Spao ne nuk shohim listat e hapura. Nga zoti Spao ne nuk shohim domethënë këto janë çështjet kryesore në gjykimin tim për të cilat do duhet luftonte opozita. Dhe pikërisht se rithemelimi nuk i kërkon këto, Edi Ramës i intereson domethënë të bashkëpunoj me rithemelimin. Ju thoni kemi të bëjmë me një bashkëpunim legal, kjo nuk është fare legale. Sot nuk dihet kush është antar i grupit parlamentar të kryesuar nga Gazbardi. Këta nuk kanë çuar në Kuvendin e Shqipërisë një listë